Miq, do të flasim për situatën politike në Kosovë në këtë mes gushti, data 19 gusht, ende nuk kemi qeverinë e re, as kryetarin e kuvendit, as presidentin. Kosova është një krizë, dje në takimet që thiri ushtruesja e detyrës, që një pjesë pra opozita nuk e njeh, pasi është zgjedhur deputete në zgjedhjet e fundit, Albulena Xhiu. Nuk morën pjesë, ishte vetëm Kurti dhe partitë që janë në koalicion me vetëvendosjen. Parimisht është folur nga të dy palët që Kurti dhe Abdixhiku tani do të flasin me emra për presidentin, pra do ketë propozime konkrete. Megjithatë mbetet për të parë se çfarë do të ndodhë, qoftë do realizohet ajo që kërkon Kurti, që përpara zgjedhjet presidenti, pastaj kryetari i kuvendit, pra të ketë një marrëveshje, pastaj kryetari i kuvendit dhe qeveria, por sipas gjitha gjasave shanset janë që mund të kemi zgjedhje të tjera. Sigurisht do të flasim edhe për një dosje spionazhi që ka tronditur Kosovën këtë verë dhe gjithçka tjetër me profesorin Silatina Koceri. Profesor, përshëndetje dhe faleminderit. Përshëndetje, do të bolla. Profesor, ndryshe nga ajo nuk ka pra asgjë nga ajo që folëm edhe përpara 2-3 javë nga biseda e fundit, që ju keni thënë që Kurti po kërkon pra që ta filloj akoma më shumë krizën, duke kërkuar zgjedhje të reja që edhe sipas një pjesë aktorëve në Kosovë, piketat janë për në fund të vitit, në dhjetor, ku vjen mërgata. Çfarë po ndodh realisht, çfarë ka ndodhur gjatë këtyre ditëve, edhe pyetja që shtrojnë gjithë dhe nuk i japin përgjigje. Është ku do të dalë Kurti me gjithë këtë që po bën? Për fat keq, Kosovës dhe popullit saj, Kurti disi erdhi në formë të jashtëzakonshme në pushtet, dhe si duket kë vetëm diçka jashtëzakonshme mund të heqë nga pushteti. Kë si duket nuk tërhiqet në formë të rregullt, por kë dëshiron që nëpërmjet këtyre konflikteve, problemeve brenda qytetarëve, ku e kishim edhe takimin me rinin edhe qytetarët e Mërgatës, ku e për pak ishte duke eskaluar gjendja dhe ajo do të ishte një fotografi e keqe që do të shkonte për Kosovën në botë. Megjithatë, duke u përmbajtur jashtëzakonisht mirë opozitorët, duruan edhe ato fyrje, edhe ato sharje, edhe gjithçka që ndodhi në atë kuvend, dhe tani e shfrytëzon vetëvendosja konkretisht ky zotëri Dehari, i cili jo nga frika, sepse këta dëshirojnë të ketë konflikte të tilla, por me qëllim që ta fitoj atë mujin i cili do ta dërgonte vendin në zgjedhje të jashtëzakonshme me 27 dhjetor, sepse ky njeri, ky jeton edhe mund të vazhdoj pushtetin vetëm në kriza. Ky nuk dëshiron kontroll parlamentar, ky dëshiron të harxhoj buxhetin në forma të ndihmave sociale, kështu me forma të ndryshme, të ndaj para në prag zgjedhjeve nga 100 euro për qytetarët, të blej vota dhe thjesht nuk është i interesuar për pasur kuvend. Ky ka pasur edhe i ka gjitha kushtet që ta konstituoj kuvendin, ta formoj qeverinë dhe fare nuk ka pas nevojë të shkohet në dialog. Gjoja në dialog. Profesor, duhet përpara zgjedhjet të ketë marrëveshje për zgjedh presidentin, aty ku mbeti ngërçi që shkuan zgjedhje të parakohshme 7 qershor, apo duhet nis nga zgjedhja kryetarit kuvendit, qeverisë më pas presidenti? Asgjë nuk mund të bëhet pa e konstituu kuvendin. Sepse kuvendi është organi më i lartë legjislativ i cili e zgjedh edhe kryeministrin edhe e zgjedh presidentin e vendit. Kështu që ky nuk ka nevojë, nuk ka pas nevojë fare të ikë nga tani ky edhe nëse e konstituon kuvendin, e zgjedh kryetarin, ka mundësi që një parti apo 40 deputet ta dërgojnë lëndën në kushtetuese, më duket 10 deputet kanë të drejtë ta dërgojnë lëndën në kushtetuese dhe gjithçka do të shkojë koti, sepse gjykata kushtetuese jam i bindur që do ta kontestoj zgjedhjen
e organeve të kuvendit, kryetarin edhe nënkryetaret, konstituimin e kuvendit, sepse ka kaluar afati ligjor, afati kushtetues. Do të jesh tepër naiv, do të jesh tepër i padijshëm. Gjë që këto i den zoti Kurti. I den zoti Kurti. Tek ajo që tha Abdullah Hoti që të gjitha institucionet janë antikushtetuese për momentin. Po, për atë arsye, nëse shkon në hapin e konstituon tash kuvendin, mund të hesht opozita. Le ta konstituoj, për momentin kur mund të ketë marrëveshje edhe me Lydykën, që unë besoj që janë forsa. Edhe këto biseda që janë me Abdigjikun janë vetëm forsa, sepse Albin Kurti... Po, Albini sa më shumë për ta çuar drejt fundvitit. Ashtu e ka gjithsesi 30 ditë i dohen. Dhe në momentin që ky arrin 30 ditë, pastaj do ta konstituoj kuvendin, do ta formoj qeverinë, nëse e lejon opozita, kuptohet nëse e lejon opozita, sepse opozita pa marrë parasysh që si ka numrat, do duhej që me metoda të ndryshme ta pengoj Kurtin që mos ta konstituoj kuvend dhe mos ta themeloj qeverinë. Por edhe nëse i lejon ta konstituoj kuvendin, sigurisht nuk guxon të hen rrjedhjen e zgjedhjes presidentit atë 60 ditëshin. Sepse nëse e lejon edhe këtë, atëherë kë tamam shkon në afatin kushtetues që pas 60 ditës ish presidentja ushtruesja detyrës, edhe pse edhe ajo nuk ka legjitime, do t'i shpoll zgjedhjet, edhe 45 ditë do t'i jep maksimum dhe tamam 27 dhjetori është data që Albin Kurti ka kalkuluar mëti. Unë kam thënë edhe para 2-3 javë, para një muaj, në qoftë ti, qoftë dikun tjetër në intervista, sepse këti intereson vetëm edhe 30 ditë. Edhe kë ka shpresu që opozita me njëherë do të bëj kërkesë për interpretim kushtetues, në gjykatë kushtetuese, për këtë nuk e bëri opozita dhe tani kë shqeqon nëpërmjet Avni Deharit i shtyn seancat, nuk mban seanca, thot që i kem 30 ditë prej momentit që ka fillu të mbajmë mbledhje apo në momentin kur janë betu deputetet, por në fakt shumë mirë e zezan të bardhë thuhet në vendimin e gjykatës kushtetuese se afati për konstituim të kuvendit është 30 ditë nga momenti i certifikimit të rezultateve zgjedhore. Këtu nuk ka nevojë me qenë jurist, nuk ka nevojë me qenë doktor shkence i jurisprudencës, këtu mjafton me qenë njeri i lexueshëm, mos me qenë analfabet dhe e kupton atë vendim shumë të thjeshtë të gjykatës që brenda 30 ditësh është dashur të konstituohet. Tani kthehemi te pyetja, kush përpara? Presidenti apo kuvendi? Nuk ka këtu, sigurisht, me njëherë pas konstituimit kuvendit do duhej të zgjidhet presidenti, jo qeveria. Sepse ne kemi shku në zgjedhje për presidentin. Okej, hajde për konsiderojmë që kjo kërkesë e zotit Kurti është legjitime, pa ai nuk e ka qëllimin aty. Ai e ka qëllimin të prolongoj, edhe të na çojë edhe një herë në zgjedhje, edhe ka qëllimin të akuzojmë partitë tjera parlamentare, të cilat nuk janë ende opozitë, sepse ende s'kemi konstituim kuvendit, që partitë tjera t'i le fajtor edhe një herë që gjoja për na çojnë në zgjedhje. Përndryshe, këto takimet që i bën kë me Lumir Abdigjikun, thjesht janë për ta shkatruar definitivisht lidhjen demokratike të Kosovës, sepse le të propozoj kënd të doj le të propozoj. Kryetarin e Akademisë Shkencave, le të propozon intelektualin më të mirë, më të shquar kosovar. E ka të kot zoti Lumir Abdigjiku, sepse Kurti, nëse nuk është i nënshtruar, i ti nuk do ta pranoj për president. Ati i ka mbet ta kap vetëm edhe institucionin e presidentit dhe me këtë ai do të arriti kap të gjitha të tjerat, pastaj do ta kap edhe gjykatën kushtetuese, edhe çka i ka mbet diçka nëse i ka mbet, sepse të gjitha të tjerat i ka kap. Profesor, ajo që s'kuptoj unë prapë është ku do të dalë Kurti me gjithë këtë që po bën, sepse ai edhe në zgjedhjet që do vinë, nuk besoj që do marrë 2/3.
Unë një dit do të doja ta kemi një intervistë në të ardhmen për programin politik që e ka pas Kurti prej vitesh, të cilin ai tani po dëshiron ta zbatoj. E ka të ndarë në disa pika. Është një program puro komunist, leninist, komunist, edhe në fund është interesuar për të ashtu quajturën Republikë të Tretë. E kam dëgjuar që është artikuluar. Ai dëshiron të eliminoj të gjitha funksionet të cilat janë për momentin, edhe e ka pru. Kosova veç është në gjendje të jashtëzakonshme, sepse tani Kosova nuk ka president, Kosova nuk ka kryeministër, Kosova në një farë mënyre është në një anarki institucionale. Dhe këtivi i dohet vetëm edhe diçka, të rrëgjoj komplet këtë sistem kushtetues të Republikës Kosovës edhe ta shpall Republikën e Tretë. Po çfarë është kjo Republikë e Tretë? Është një republikë komuniste, një republikë ai the socialiste, por do të jetë republikë komuniste, me rëndësi është që ai provon që meritat atë që ka hyrë në histori, Zoti Thoçi, me Rambujen, me aktin e shpalljes pavarësisë, me demilitarizimin e UÇK-s, me krejt ato që i ka bërë Thoçi, ai është njeri që ka hyrë në histori. Dhe kë mendon që me një republikë të tretë, do herë ka pas bashkimin kombëtar me Shqipërinë, por tani e ka po se është e paralizueshme, edhe nuk mund ta bëj atë, ai tani dëshiron ta ketë ta shpoll, edhe ai futet në histori. Dhe nëse nuk e arrin këtë, ju them me bindje të plot, që Kurti jo që ndoshta do të ikë për Norvegji, ose aktin tjetër, nëse nuk do të ketë mundësi të ikë, Kurti ka mundësi të bëjë ndonjë akt vetflijimi, nëse nuk i realizon qëllimet e veta djallëzore për një republikë puro komuniste të tipit të Koreas atje e ku ta diun. Edhe pse ky i ngrat, ky i mjerë, duhet ta di. Pra ju thoni që ose arabistet ose do fundoset. Ose do të fundoset. Nuk po du të them vetvrasje, po them vetflijim, sepse ky njeri është vërtet ka probleme të thella të kuptuarit të Republikës, të kuptuarit të asaj që sepse krejt historinë e vetë për 2004-ës, kur është themelu, por edhe në bërë kur ka qenë, ka po ëndrat të cilat ai mendon që mund të realizoj në kohën e sotme. Ai nuk e din që Kosova është produkt i Bashkimit Evropian, produkt i Shteteve të Bashkuara të Amerikës, është produkt i pakos artisorit dhe e ka pa... Kjo do dilet e pakos artisorit, a mund të ndryshoj ai kushtetutën? Jo, absolut, ai mund të ndryshoj, por është e pavlefshme, nuk ta pranon askush. S'ta pranojnë Shtetet e Bashkuara të Amerikës. 116 shtete që e kanë njoft Kosovën, ato nuk do të vlejnë, nuk do të jetë Kosova shtet si Republikë e Tretë. E Kosova është vetëm me pakun e artisorit, ajo ka qenë kompromis i dhëmshëm, nuk ka qenë edhe këto marrëveshje, të cilat kanë pasu në 2013-2015, janë rezultat i kushtetutës së artisorit. Kështu që e ka të pamundur kë me bë ndryshime, ti mundesh me bë ndryshime, por mundesh me qenë një republikë izoluar, që shqiptarët e Kosovës izolimin jam i bindun, që nuk do të pranojnë. Por problemi është ajo që vetë Kurti ka thënë në programin e tij politik, se shqiptarët janë popull analfabet. 40% të tyre nuk kuptojnë asgjë, lexojnë e nuk kuptojnë. Edhe të tillët, shumica e të tillëve janë në vetvendosje, por edhe tragjedia e madhe është se ish bashkëpunëtorët e Serbisë, ish bashkëpunëtorët ata që kanë punuar në të kaluarën për Jugosllavinë, sot i ke komplet në radhët e lëvizjes dhe të vendosje dhe ata janë konstruktorët kryesor të krejt kësaj që po i ndodh Zotit Kurti, ky vetëm po i zbaton në praktikë.
Profesor, më dolët dosja e spionazhit, që në 2 javë të para të gushtit kishte edhe temë kryesore në Kosovë dhe jo vetëm. Tani, për gjitha ta ndoshta që na gjojnë për të parë ose për detajet e reja që kanë dalë ne ose një analizë më gjithëpërfshirëse, çfarë përmban kjo dhe kush është ky personazh që u arrestuaj, që kemi parë fotot të tij me personazhet lartat politike, krejt shtetet, por ndërkohë që kemi parë edhe analiza që theksojnë që spionazhi serb lidhet me islamin politik, vehabizmi, pra si po luan Serbia, agjentët, edhe gjithçka tjetër aty. Dhe dukuria e spionazhit ka vazhdu, sepse shqiptarët kanë punu spionazh para lufte, thuhet që dikon 30.000 shqiptar kanë punu për sigurimet e ndryshme. Shumica kanë punu pa pagesë, por ka pas edhe ajo elita kanë punu me pagesë në kaluarën, në ish Jugosllavi. 30.000 do më kanë qenë me pagesë, deri të 70.000 që ka qenë numri i operatorëve atyre që janë marrë me punë të tilla. Kjo ka vazhdu. Kanë qenë vazhdimisht edhe për personazhe edhe për analistë edhe për janë figura politike. Kjo lloj spionazhi, kjo lloj lufte hibride, kjo ka tentuar të inkorporohet edhe në ushtrinë qeveritare të Kosovës. Nëpërmjet të ashtu quajturve muhaxhedin kanë ardhur edhe në forma të ndryshme me ato pergjet e zeza, kur njerëzit kanë thonë ne nuk pranojmë gra, komandantët e UÇK-s, ata kanë thonë këta nuk janë gra, janë burra, por në këtë formë veprojnë ta se edhe për fat shumë të mirë atëherë komanda e UÇK-s i ka larguar dhe i ka shpor, por të njëjtit me njëherë pas luftës kanë vepru aktivisht. Aktivisht në luftë ata arritën në paqe, po thonin. Po, Selin e kanë pas kryesisht në Bosnë, në Novi Pazar, pastaj në disa qytete të Serbisë, në Preshevë, Bujanovce, nëpërmjet bashkësive islame të atyre qyteteve, pastaj në Shkup, në Tetov, domethënë këtu është sjell ky far vehabizmi i rrezikshëm islam, i cili është intensifikuar. Edhe për fat keq në asnjëherë nuk i kemi një bashkësitë islame të Kosovës, sepse e kanë ditë shumë mirë që janë të infiltruar shumë element shqiptar, edhe gorane të ndryshëm popull, siç është ky rasti i këtij spionit nga Dragashi apo Gora atje e Prizrenit, ka pas të tillë, por e keqja e madhe është që pse kë ka kontakte me kryeministrin e Kosovës, Albin Kurtin, del fotografohet, si nuk e ka informuar AKI-ja që kë zotri është spion edhe punon për vehabizmin. Pastaj i njëjti është fotografuar edhe ka shku në zyre të presidentes Vjosa Osmani. Dhe i njëjti vazhdimisht ka pasur kontakte me Vučićin dhe strukturat e sigurisë serbe, të bija serbe. Kjo është interesante edhe është shumë dyshuese. A është bërë me vedia, a kanë pas dia, apo ka pas ndoshta a kanë pas qëllime të mira për ta zbërthyr këtë element, unë nuk e di. Në një vit e di që Zoti Hashim tha që nëpërmjet amerikanëve e kanë zbuluar një rrjet atë me një lokacion të Prishtinës, edhe aty mirë kanë pas vepru, por pas atij rasti sikur është lejuar, sepse strukturat e sigurisë serbe kanë depërtuar në institucionet e Kosovës. Për fat keq të tillët i ke në institucionet më të larta, mos flasim që i ke në qeveri, i ke në AKI maskeqi, pastaj i ke, po të jenë spion të dyfisht, ka kuptim edhe të veprojnë në këtë formë, por ajo që është më e rrezikshme në Bashkinë Islame të Kosovës, ka elemente të tillë shumë të rrezikshëm, të cilët nëpërmjet selefizmit dhe vehabizmit janë të rrezikuar seriozisht. Bile, pagesat e këtyre
spionëve, i bën direkt Serbia. Domethënë ata marrin para, ushtrojnë biznese, siç ishte ky zotria i kishte disa biznese të regjistruara në emrin e vet. Edhe ishte një prej biznesmenëve edhe të energjisë elektrike, me të cilat veç flitet tash shumë në Kosovë, me qenë se ne merrni me mend, Kosova e varfën, Kosova e pasur me linjët e para në Evropë për kohë banori, kem lignet, ne linjitin ton ja shesim Maqedonisë, në anën tjetër kthehemi e marrim energjinë prej të njëjtit shtet. Kjo nënkupton se këtu ka të infiltruar elemente të rrezikshme, të cilët për fat keq kanë depërtuar edhe në strukturat larta të shtetit, edhe më e keqja është kjo që u pa në fund që të njëjtit edhe kanë bashkëvepruar, kanë bashkëpunu, apo janë koordinu, apo të themi spaku kanë vizitu edhe zyrat e institucioneve më të larta të shtetit. Kjo unë mendoj që nuk është vetëm me këto 2-3 sa u identifikuan kohëve të fundit, ose 1-2 tjerë që njëri ishte në dogan, e tjetëri ishte polici Kosovës, të cilët janë proces gjyqësor, ne kemi edhe qindra të tjerë. Dhe unë dyshoj që s'ka lokalitet, s'ka fshat në Kosovë, s'ka qytet në Kosovë, s'ka institucion komunal e qendror që nuk janë të infiltruar këto elemente shumë të rrezikshme të Kosovës. Domethënë të pa harruar mediat. Edhe mediat. I harrova mediat, edhe në mediat të Kosovës kemi këto elemente s'ka të doni, shumë. Edhe unë e shoh islamin politik nëse nuk i prehen rënjët. Edhe për fat keq është shumë i fortë. Është shumë i fortë sepse Mbështetja Islame e Kosovës nuk vepron asgjë për t'i demaskuar. Ata e dinë mas miri këto elemente që i kanë kaq të rrezikshme, edhe i kanë brenda rrodhët veta, edhe nuk i luftojnë fare. Profesor, kemi pas një debat për Ibrin, edhe për hapjen e urës, që BE-ja thotë që kushtet janë pjekur për të ketë koordinim. Vučić i thotë që do i drejtohet rrugës, sepse për këtë akuzon komandantin turk të KFOR-it që po tenton ta hapë. Por edhe debatin për ndërprerjen e rrjedhës së ujit. Ajo është një lloj provokimi nga ona Vučićit. Rrjedha e lumit nuk besoj që, sepse nuk është hera parë që Vučić kërcënon me ndrrimin e rrjedhës së lumit. Ai e din shumë mirë që kjo s'bëhet, por gjithmonë kur i duhet Kurtit diçka të lëviz, Vučić e bën. Gjithmonë kur i duhet Vučićit në anën tjetër, e bën Kurti për atë. Domethënë janë në bashkë rendim, marrëveshja e Uhrit e parasheh hapjen e urës dhe nuk është bërë asgjë. Përveç asaj që është parapo me marrëveshje që të hapet ura, edhe ashtu ura ka qenë e hapur, s'ka pas pengesa, aty ka qëndruar policia e Kosovës me vite, faktikisht edhe karabinierët kanë qëndruar me një vetur, nuk ka qenë ajo urë mbyllur, ka qenë vetëm për vetura, për ndryshe ura ka qenë e hapur. Kjo çka bën Vučići kohë pas kohe, i ndihmon Kurtit, në fakt për të paraqitur se gjëja Vučići është kundërshtari i Kurtit, edhe për të dalë në opinion, edhe për të përgatitur shqiptarët për votim, në mënyrë që mu duk që është kundërshtari i madh Vučići, por këta mbijetojnë politik. Vučići mbijeton në politik nëpërmjet Kurtit. Kurti mbijeton në politik nëpërmjet Vučićit, dhe unë mendoj që kjo është e koordinuar edhe është marrëveshje e tyre, sepse gjithçka që është bërë në Mitrovic ka qenë me marrëveshje. Gjithçka është aneksi i Ohrit e parasheh krejt këtë, vetëm është duke e ditë Kurti nuk po shkon deri në fund për ta realizuar edhe mbështetet në atë që unë nuk e kam nënshkruar ku ta diun, por ai është duke i zbatuar të gjitha sipas marrëveshjes, dal nga dal në heshtje, edhe ka aty këtu ndonjë reagim sporadik të Vučićit, tash ka reaguar gjëja për këtë edhe ka thënë atje do ta
do ta shtrembroj rrjedhën e Ibrit në mënyrë që ne të mbetemi pa ujmanin, por kjo nuk besoj, sepse edhe ligjet ndërkombëtare, rrjedhat e ujit nuk guxon, sepse pastaj nuk ka problem Vučići me Kosovën, por do të ketë problem me ndërkombëtarët, sepse do të jetë shkelje e ligjit të ujrave ndërkombëtare. Domethënë nuk ka të bëj këtu me Kosovën, edhe është një kosto shumë e vështirë e rënd, sepse duhet të hapen tunele të mëdha për të devijuar për të bërë krejt atë punë, edhe unë megjithatë mendoj që kjo vetëm është një lloj taktizimi politik dhe fare s'ka të bëj me atë që mund ta bëjë nesër Vučići për ta ndalë rrjedhën kryesore të bazenit të ujmanit, pa të cilin jam I bindur që Kosova nuk do të mund të ekzistonte as ekonomikisht, por edhe në pikpamjen e ujit të pishëm do të kishte probleme të mëdha. Profesor, do ta mbyllim bisedën me atë që pritet të ndodhë në 16 shtator. Ne besoj do kemi mundësinë për të folur sërish edhe përpara kësaj date, që do jetë historike, inshallah pozitive, në një vendim që liderët e UÇK-s të rikthehen në shtëpi, fitojnë lirinë, por ju si mendoni do ta ndryshonte gjithë situatën politike kjo? No, por shkojmë në 6 vjet para burgim të liderëve të UÇK-s. Sigurisht një dërmim janë dërmuar edhe politikisht katërshja e madhe në gjykatë atje, por këtu sigurisht politikisht kemi të bëjmë vetëm me dë. Kemi të bëjmë me Kadri Veselin dhe Hashim Thaqin, derisa nuk besoj që zoti Recep, I cili veç ishte në vetëvendosje, në anën tjetër Jakub Krasniqi nuk besoj që do të jetë më I gatshëm për të aktivizuar politikisht. Unë shpresoj që edhe mendoj që gjykata speciale ndërkombëtare do të jap verdiktin lirus për katërshën e madhe në Hag, sepse nuk kanë asnjë arsye, edhe nuk besoj kur pas asaj vendimit Hagës, ku është shpallur vendimi I gjykatës të Hagës se vendimi për shpalljen e pavarësisë Kosovës ishte I drejtë, ata sigurisht bazohen në atë. UÇK-ja ka qenë bashkëpunëtorja më e madhe në tokë e ushtrisë NATO-s, edhe unë jam I bindur që UÇK-ja nuk ka vepruar kokën vetë edhe në atë kohë, por spaku nga Amerika është uzuar. I kemi pa dëshmitarët e fuqisë më të madhe amerikane, të cilët I kemi pas dëshmitar, si ishte Wesley Clark, I cili është personaliteti më I nderuar për shqiptarët që ta kanë ndihmuar në luftë, dhe krejt kjo gjithashtu ne besojnë në atë trupën gjykuese Treshën që do të vendos, edhe unë shpresoj edhe mendoj që shtyria e vendimit me 16 shtator deri në fund, kur ka qenë afati maksimal, sigurisht është bërë për t'i analizuar edhe një herë krejt ato prova të cilat vërtet kanë qenë jashtëzakonisht të dobta dhe nuk kanë asnjë provë, por megjithatë volumi I lëndëve ka qenë aq I madh, edhe I 200 sa dëshmitarëve, sigurisht Haga ka pas punë dhe nuk do të binë edhe pas deklarimeve të Lavrovit të Rusisë, I cili edhe shumë serb që presin me padurim dënimin e ushtarëve e komandës së UÇK-s. Pas krejt kësaj, unë mendoj që katërshja e madhe do të merr vendim lirus, edhe besoj që gjykata speciale apo ata gjykatës nuk do ta përdhosin krejt historinë e vet të gjatë, sidomos ai kryesuesi amerikan I cili ka përvojë gjatë në gjykat, jam I bindur që nuk do ta hell krejt atë drejtësi me Euleksin e mos gaboj. Po, ka punuar, por ata sigurisht që do të marrin vendim liruz dhe Kosova me 16 do të
festoj e nuk do të protestoj. Sepse të dyjat, Kosova nëse marrin vendim lirus, nuk do t'jetë më, Kosova do t'jetë e trazuar. Kosova nuk do t'jetë e qetë nëse nuk lirohet kjo katërshe, nuk e dim çka parashihet. Këtu Kurti ka llogaritur ta shpall gjendjen e jashtëzakonshme, sepse frigohet shumë, por pa marrë parasysh. A shpall gjendje të jashtëzakonshme atë çka do, nuk do të ketë mundësi ta ndalë popullin. Nëse si do i shpall gjendjen e jashtëzakonshme. Nëse ndodh? Po në cilësinë e kryeministrit kë mendon ta shpall se si të ushtruesit e detyrës, por kë nuk e din që nuk ka mundësi të shpall gjendje të jashtëzakonshme nga ky pozicion, sepse ky është vetëm deputet. Por megjithatë kë nuk e ka dert atë, pse është deputet, ky veprimet i kryen, ky ka me qindra një skenar të dënimit të katërshës së madhe, edhe vim tek ajo që u thatë skenari trazirave në Kosovë, Kurti mendoni që do shpall gjendjen e jashtëzakonshme? Ka mendu, por jam i bindun që tani do të ketë këshilltar brenda rrodhëve të veta që nuk do ta lejojnë ta bëjnë një budallaki të tillë. Nëse bën një budallaki të tillë, atëherë askush nuk do t'ja zbatoj. Nuk do t'ja zbatoj gjendjen e jashtëzakonshme, sepse kë nuk do të mund ta çet ushtrinë në rrugë, nuk do të mund të, se jam i bindur Bashkimi Jashari nuk do ta jap urdhrin që ushtria të del në rrugë edhe të pengoj popullin për të protestuar kundër dënimit eventual, por në anën tjetër as kundër fesë, sepse to më shumë e pengon festa se sto dënimi. Lëvizjen vetëvendosje e pengon festimi eventual i lirimit të Zotit Thaçi dhe Kadri Veseli, të cilët vetëm me prezencën e tyre unë jam i bindur që nëse shkojmë në zgjedhje të lira, Albin Kurti do të jetë më fitues absolut i zgjedhjeve. Edhe nëse nuk inkuadrohen ata në politik, vetëm nëse janë në Kosovë, Albin Kurti kurrë nuk do të mund të fitoj zgjedhjen në Kosovë. Vjeshta do të jetë me një panoramë interesante në Kosovë, me zhvillime që mbetet për të parë se çfarë do ndodh. Profesor, të falenderoj shumë për bisedën. Gjithë mirat, faleminderit, ishte kënaqësi. Si gjithmonë kënaqësi edhe nga ana ime, edhe në emër të shikuesve t'jam mirënjohës shumë.